duke shfrytzuar të drejtën e kushtetutës, ne propozojmë që të jetë i nderuari doktor profesori Ulek, pediatri fëmijëve, hirurg, edhe i cili ka një karrierë të bushme, e ftojmë të votohet ky kandidat. Kandidati i Rodhës i propozuar nga përfaqësuesi i komunitetit serb është Zlatan Elek, prandaj me ngritje dore ftoj deputetët për të votuar për kandidatin e Rodhës. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Nderuar kolegë deputet, votimi për kandidatin Zlatan Elek është si vjen. 9 vota për, 52 kundër dhe 42 abstenime, rrjedhëmisht nuk i merr votat e mjaftueshme për të zgjedhur nën kryetor, prandaj ftoj edhe një herë përfaqësuesin e komunitetit serb që të bëjë propozimin e Rodhës. Faleminderit.